Kritika vjen në dy forma, shkatëruese dhe ndërtuese. Të dyja llojet e reagimit nxjerrin në pa gabimet, mangësitë ose mundësitë tona për përmirësim. Por ndërsa kritika ndërtuese na inkurajon, ofron sugjerime dhe madje edhe zgjidhje të mundshme, kritika shkatëruese është therrse, nënçmuese dhe ndonjëherë edhe tallëse ndaj dështimeve tona. Mësoni se si të dalloni ndryshimin dhe të ofroni një reagim më pozitiv në programin ton të sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty. Është kënaqësi që jeni duke na ndjekur në këto momente dhe shpresojmë të mësoni dhe të inkurajoheni shumë nga programi ynë i sotëm. Unë jam Dena dhe unë jam Marta. Ju përshëndes të gjithave dhe ju ftoj të mos e humbisni këtë program, sepse sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, që është e pranishme dhe e zbatueshme në të gjitha marrëdhëniet tona, në marrëdhëniet me fëmijët, me pjesëtar të familjes, me miqt apo edhe me kolegët në punë. Do të flasim për kritikën konstruktive, pra ndërtuese, dhe për kritikën destruktive, pra shkatëruese. Na pëlqen apo jo, në jetë do t'i marrim të dyja format e reagimit dhe nuk mund ta kontrollojmë plotësisht ato që të tjerët na thonë. Por ajo gjë që ne mund të kontrollojmë është reagimi ynë emocional ndaj kritikës. Një reagim i shëndetshëm varet nga aftësia jon për të mësuar vetpranimin. Të mësuarit e vetpranimit mund të kërkojë disa rinovime në jetë, përfshirë largimin e njerëzve toksik, praktikimin e frazave përforcuese, apo përdorimin e zëvendësimit të mendimeve për të shërnjosur modelet negative dhe për të shmangur zhytjen e emocione të dëmshme. Gjithashtu, po aq e rëndësishme është të vlerësojmë natyrën e kritikës që ne u ofrojmë të tjerëve. Kjo fillon duke vlerësuar gjendjen tonë emocionale, duke kujtuar se qëllimi ynë është të jemi ndërtues dhe duke marrë në konsiderat marrëdhënien me personin që po kritikojmë. Sepse duam apo s'duam, ne më shpesh kemi prirjen të kritikojmë në mënyrë shkatëruese personat me të cilët jemi më të afërt. Të mësosh të pranosh kritikën mund të mos jetë në listën tuaj të dëshirave, por nga pikpamja psikologjike, pranimi i kritikës është një art i avancuar që kërkon vite për të zotëruar, sepse është i vështirë. Kur dëgjojmë kritik, në varësi të vetvlerësimit ton dhe natyrës së komentit, mund të tërhiqemi brenda vetes dhe të bëhemi kritikët tanë më të ashpër. Po aq e dëmshme është edhe të mbajmë mëri ndaj personave që na tregojnë mangësitë që kemi, qofshin ato të vlefshme apo jo. Por, siç e tham, jo e gjithë kritika është njësoj. Psikologët bëjnë dallimin midis kritikës ndërtuese dhe asaj shkatëruese, si dy forma të veçanta reagimi verbal. Ndërsa të dyja mund të nxjerrin në pa dobësitë tona, kritika ndërtuese mund të nxjisë një mentalitet rritjeje pozitiv. Kritika shkatëruese nga ana tjetër mund të jetë emocionalisht e dëmshme, por nuk është plotësisht e shmangshme. Mbi të gjitha, qoftë kur kritikojmë, qoftë kur na kritikojnë, aftësia jon për vetpranim përcakton marrëdhënien tonë me kritikën. Kritika na sfidon të rishikojmë një aspekt të vetes, ndoshta diçka që e kemi anashkaluar dhe na jep mundësi për rritje personale. Kjo do të thotë se duhet të jemi në gjendje të shqyrtojmë veten për gabime, pa rënë në dyshim të tepruar ndaj vetes. Askush nuk i shpëton plotësisht kritikës dhe frika prej saj mund ta gërryejë imazhin që kemi për veten, madje të çojë edhe në probleme të shëndetit mendor. Për këtë arsye, shprehja merr parasysh burimin, pra merr parasysh se kush po të kritikon, vlen edhe për kritikën. Ajo mund të vijë nga familja, miqt, partneri, fëmijët, kolegët, e prorët apo fëmijët. Dallimi i kritikës ndërtuese nga ajo shkatëruese fillon me bërjen e një vetkontrolli para se të reagoni. Nëse reagimi juaj i parë është mbrojtës, nuk do të arrini të dalloni natyrën e kritikës. Madje nëse mbylleni në mbrojtje, mund të mos e përthithni plotësisht atë që u tha. Gjithashtu, dallimi i kritikës ndërtuese nga kritika shkatëruese fillon edhe me vlerësimin e gjendjes emocionale të personit që kritikon. Zemërimi, pasiguria apo xhelozia shpesh çojnë në kritikë shkatëruese. Nëse kritika vjen me ton miqësor dhe thekson një problem ose ofron zgjidhje, falenderojeni personin për mendimin dhe nëse është e nevojshme, thuajeni se do ta merrni parasysh.
E treta, dallimi i kritikës ndërtuese nga ajo shkatërruese fillon edhe me analizimin e përmbajtjes së kritikës. A ofron ajo mënyra për përmirësim? A jep ndihmë për zgjidhjen e problemit? Apo përdor gjuhë absolute si dështim dhe gabim duke ju sulmuar personalisht? Dhe kjo është e mundur vetëm kur kemi një ndjenjë të fortë për veten, që na lejon të dëgjojmë pa ngritur mure emocionale. Edhe kritika shkatëruese mund të përmbajë grimca të së vërtetës. Me vetpranim, mund të marrim çdo kritik me qetësi dhe të vlerësojmë realisht vlerën e saj. Shumë njerëz thonë se rritja personale është si kopshtaria. Nëse e neglizhon për një muaj, gjërat mund të dalin shpejt jashtë kontrollit. Shumica prej nesh nuk e pëlqejnë kritikën e pakërkuar, përveç nëse ndihemi mjaftueshëm të mirë me veten për ta përballuar atë. Mos u ndjeni inferior nëse po punoni për të pranuar veten. Është një proces që zgjat sa jeta. Ja disa këshilla. Provoni të eliminoni ndikimet negative. Disa njerëz nuk janë vetëm kritik, por toksik. Vetpranimi është i vështirë kur jeni të rrethuar nga marrëdhënie që ju ulin poshtë. Praktikoni fraza përforcuese. Kur merrni kritik ndërtuese, thuajini vetes: "Mund ta përdor këtë për t'u përmirësuar." Kur merrni kritik shkatëruese, kujtojini vetes: "Mangësitë mia nuk përcaktojnë se kush jam unë." Përdorni zëvendësimin e mendimeve. Nëse kritika ju çon drejt mendimeve të ashpra ndaj vetes, ndaluni dhe kushtojini vëmendje atyre. Kujtojini vetes se mund të jeni duke reaguar më tepër se sa duhet. Pika shumë të rëndësishme, Dena. Gjithashtu duhet thënë se ka dy pjesë kryesore për të dhënë kritikë konstruktive efektive: çfarë thua dhe si e thua. Të dyja kanë rëndësi. Ju mund të keni këshillën më të dobishme në botë, por nëse e jepni atë në një mënyrë që tingëllon e ashpër ose e paqartë, ajo nuk do të pranohet mirë. Nga ana tjetër, asnjë sasi takti apo ëmbëlsimi në thonjza nuk ndihmon nëse reagimi juaj nuk është i dobishëm ose relevant. Sipas trajneres së certifikuar ekzekutive Megan Shackleton, një kritikë e mirë konstruktive mbulon 3 element kryesor: mundësinë për rritje, pse ka rëndësi dhe çfarë mund të bëjë konkretisht personi për këtë, ose siç e quan ajo, korniza çfarë, pse ka rëndësi, çfarë ndodh më pas. Shackleton thotë se shumë njerëz e anashkalojnë hapin e mesëm, duke kaluar nga problemi tek sugjerimet për përmirësim, por që njerëzit ta përvetsojnë reagimin, duhet ta kuptojnë nga vjen ai dhe pse është i rëndësishëm. Për shembull, në vend që t'i thoni dikujt thjesht se duhet të përmirësoj aftësinë për delegim, mund të thoni: "Vura re që gjatë këtij projekti more mbi vete shumicën e përgjegjësive në vend që t'i delegoje. Si rezultat, nuk arritëm të shfrytëzonim pikat e forta të secilit dhe ti nuk e përmbushe afatin." Më pas, mund të ndaleni për të dëgjuar mendimet e tij apo të saj mbi atë që mund të bëjë ndryshe ose të ofroni sugjerimet tuaja. Në çdo rast, reagimi duhet jetë i zbatueshëm konkretisht. Ja diçka që nuk duhet harruar. Ju po flisni me një qenie tjetër njerëzore që ndoshta ndihet po aq në siklet sa edhe ju për këtë bisedë. Sipas psikologut klinik Gavin Shafron, i cili punon me profesionistë me arritje të larta, shpesh është shumë e dobishme të jemi të vëmendshëm ndaj ndjenjave të tjerëve dhe të lëmë hapësirë reagimeve të tyre, edhe kur janë në mbrojtje. Nëse e bëjmë këtë, duke ofruar udhëzim për përmirësim, kur është i mirëpritur dhe i nevojshëm, ka shumë më tepër gjasa të kemi rezultate më të mira. Por si ta pranojmë kritikën konstruktive? Të marrësh kritikë konstruktive mund të jetë po aq e vështirë sa edhe ta japësh atë. Është normale të ndiheni të pambrojtur ose në mbrojtje. Ne shpesh e identifikojmë veten me punën tonë, kështu që çdo kritik duket si sulm personal, thot Dr. Hendriksen. Prandaj një pjesë e madhe e pranimit të kritikës lidhet me mentalitetin. Mundohuni ta shihni feedbackun si një mjet zhvillimi, jo si gjykim për vlerën tuaj si person. Duhet ta ndani feedbackun nga vetvlerësimi juaj për veten. Ja disa hapa për ta menaxhuar më mirë kritikën. E para, që të sohuni para bisedës. Teknika të thjeshta frymëmarrjeje si metoda 4-5-6, merr frym për 4 sekonda, mbaje për 5, nxirre për 6 sekonda, ose një shëtitje e qetë, ndihmojnë në rregullimin e sistemit nervor. Kur lëvizim dhe marrim frym ngadalë, i tregojmë trupit se jemi të sigurt, thot Shackleton. E dyta, dëgjoni me kujdes, për të gjetur pjesët me të cilat bini dakord. Është e lehtë të kapeni pas pjesëve që ju duken të padrejta, por përpiquni të gjeni edhe atë 1% me të cilin pajtoheni.
Kjo ndihmon të mos kaloni menjëherë në mbrojtje. E treta, kërkoni sqarim. Nëse diçka nuk është e qartë, pyesni, çfarë do të kishe bërë ti në këtë situatë? Ose pse ishte e rëndësishme kjo? Kjo ju ndihmon të dilni nga biseda me hapa konkret, jo me këshilla të paqarta. E katërta, rregulloni pritshmëritë. Lavdërimet edhe kritikat shkojnë bashk. Nëse e nxirrni punën tuaj në botë, do t'i merrni të dyja. Dhe hapi 5 për ta menaxhuar më mirë kritikën është: mos kini frikë të riktheheni tek biseda. Nëse ndiheni të mbingarkuar emocionalisht, kërkoni kohë për ta përpunuar. Mund të thoni: e vlerësoj që ma the këtë, do të doja ta diskutonim sërish pasi të kem reflektuar pak. Kritika konstruktive më e mirë është një bisedë vazhdueshme, jo një takim që të lë pa gjumë një herë në vit. Nëse nuk po merr feedback, nuk po rritesh, thot Shackleton. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për kritikën konstruktive dhe kritikën destruktive. Por a e dini se Perëndia i shorton, ata që ai do? Dhe Perëndia në fjalën e tij na inkurajon dhe na mëson të japim dhe të marrim kritikë të perëndishme. Fjalët e urta, kapitulli 27, vargu 17 thot: Hekurin pre hekurin, kështu njeriu pre fytyrën e shokut të tij. Kritika është diçka së cilës shumica jon ka prirjen t'i shmanget. Ne, natyrshëm, duam të evitojmë bisedat e vështira ku veprimet, motivet apo shërbesat tona vihen nën mikroskopin e dikujt tjetër. Në të njëjtën kohë, shumë prej nesh hezitojnë të kritikojnë, sepse nuk duan të duken gjykues apo të lëndojnë ndjenjat e dikujt. Edhe pse mund të duket e panatyrshme, dhënia dhe marrja e kritikës së perëndishme është një element i domosdoshëm i marrëdhënieve dhe kishave të shëndetshme. Nëse synojmë të ndihmojmë njerëzit të rriten në perëndishmëri, por nuk dim të japim kritikë të perëndishme, nuk do t'i ndihmojmë shumë. Perëndia përdor njerëzit e tij për t'i folur të vërtetën njëri tjetrit me dashuri, dhe kjo përfshin edhe të vërteta korrigjuese. Fjala kritik nuk shfaqet në Bibël, por koncepti i të kritikuarit është i pranishëm. Në Bibël përdoren terma si qortim, ndëshkim, korrigjim, këshillim dhe mësim, të cilët përçojnë të njëjtën ide. Një përkufizim i thjesht është ky: kritika e perëndishme është një vlerësim korrigjues i një personi dhe i shërbesës së tij ndaj Zotit, me qëllim që ta ndihmojë atë person të rritet në besnikëri ndaj Perëndisë. Dhe ja disa gjëra që tregojnë se një kritik është e perëndishme. E para, një kritik është e perëndishme kur qëllimi i saj është rritja e personit. Efesianëve kapitulli 4, vargjet 14 dhe 15 na thërret të rritemi në Krishtin. Fjalët tona duhet të ndërtojnë, jo të shkatërrojnë. Efesianëve kapitulli 4, vargu 29 thot: Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. E dyta, një kritikë e perëndishme bëhet me përulësi. Kujtoni se si Perëndia ju ka korrigjuar ju me hir. Efesianëve kapitulli 2, vargjet 4 dhe 5 thon: Por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Mateus 7, vargu 3 thot: Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? E treta, një kritikë e perëndishme është inkurajim. Vini në dukje provat e hirit të Perëndisë bashkë me fushat ku personi ka nevojë për rritje. E katërta, një kritikë e perëndishme është e menduar mirë. Fjalët e urta kapitulli 29 vargu 20 thot: A ke parë një njeri që ngutet në të folur? Ka më tepër shpresat e një budalla se sa te ai. Mos flisni me nxitim. Lutuni dhe mendoni, çfarë duhet thënë? Çfarë mund të lihet me njan? E pesta, një kritikë e perëndishme është e qartë. Apo flisni për mëkat, apo për çështje personaliteti. Jepni shembuj konkret. E gjashta, një kritikë e perëndishme është e butë. Galatasve kapitulli 6 vargu 1 thot: Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie, por ki kujdes veten tënde se mos tundohesh edhe ti. Tek e dyta e Timoteut, kapitulli 2, vargu 24 thuhet: Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet,
por të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm. E 7, për të kritikuar në mënyrë të perëndishme, duhet të jeni të durueshëm. 1 Korintasve kapitulli 13 vargu 4 thot: Dashuria është e durueshme, gjithmonë kujtoni durimin e Perëndisë. E 8, për të kritikuar në mënyrë të perëndishme, duhet të luteni. Vetëm Perëndia jep rritjen. Lutuni për personat që korrigjoni. Ja edhe disa gjëra që duhet të bëni për të pranuar kritikën e perëndishme. E para, jini të etur për rritje. Fjalët e urta, kapitulli 12, vargu 1 thot: Kush e do korrigjimin, do diturinë, por ai që e urren kritikën është budalla. E 2, për të pranuar kritikën e perëndishme, mos u fyeni lehtë, mos lejoni të prekeni nga fryma e krenarisë. E 3, për të pranuar kritikën e perëndishme, bëni pyetje sqaruese. Kërkoni shembuj, kërkoni sugjerime, kthejeni kritikën në dialog. E 4, për të pranuar kritikën e perëndishme, supozoni se ka të paktën pak të vërtet në të. Edhe kur kritika është e papërsosur, shpesh ka një grim ari brenda saj. Në fund të fundit, qëllimi ynë nuk është të fitojmë debate, por të ndërtojmë njerëz. Kur e vërteta dhe dashuria ecin bashk, kisha bëhet një trup i pjekur që i jep lavdi Jezus Krishtit. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.